Gjesti, emri i të vërtetit të cilit është Besart Kelmendi, mund të përballët me masën e paraburgimit, pasi Prokuroria Themelore në Prishtinë ka dorëzuar në gjykatën themelore kërkesë për caktimin e kësaj mase ndaj këngëtarit. Ai u ndalua të mërkurë në ndyshimin për 3 vepra penale, armbajtje pa leje, kanose dhe asgjësim apo dëmtimi pasurisë. Lajmi për dorëzimin e kërkesës për paraburgim është konfirmuar nga zëdhënësia e gjykatës themelore në Prishtinë. Sipas burimeve të këtij mediumi, e gjithë ngjarja dyshohet të ketë ndodhur pranë zyrave të studios muzikore në Prishtinë. Dyshohet se shkaki i incidentit ka qenë një mosmarrëveshje rreth një borxhi paraprak. Sipas këtyre pretendimeve, këngëtari dyshohet se ka shkuar me armë në dorë në zyrat e studios duke kërkuar një pension me inicialet ESH. Burimet thonë se ai është drejtuar stafit me fjalët "ku ose ka me vra". Meqenëse nuk e kishte gjetur personin që po kërkonte, dyshohet se në shenjë revolte për mosmarrëveshjen rreth pagesave të borxhit, këngëtari ka dëmtuar inventarin e studios, duke thyer kompjuter, tavolinë dhe xhamat, çka ka shkaktuar edhe dëm material. Por sipas këtyre burimeve, kur në vendin e ngjarjes kanë mbërritur zyrtarët e policisë së Kosovës, këngëtari është gjetur me armë në dorë, e cila më pas është sekuestruar nga policia. Prokuroria ka bërë të ditur se gjesti është ndaluar për 48 orë, ndërsa ndaj të tjerë ndojnë dyshimet për vepra penale, mbajtjen e pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Personi i ndaluar është i njohur për opinionin publik si këngëtari Gjesti. Prokurori i shtetit, në koordinim dhe bashkëpunim me Policinë e Kosovës, është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore dhe procedurale në lidhje me këtë rast, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.